400 vdekje të lidhura me të nxehtin vetëm gjatë muajit gusht u regjistrua në Francë, një shifër rekord kjo sipas autoritetit të shëndetit publik të vendit. Në raportin e publikuar në Paris theksohet se më të prekurit kanë qenë personat mbi moshën 75 vjeç. Vala e tretë e përvëlimit që goditi Francën zgjati nga data 11 deri në 26 gusht dhe rriti me 5.4% më shumë numrin e vdekjeve, krahasuar me të njëjtat javë të viteve të fundit. Përgjatë kësaj periudhe në disa rajone të vendit temperaturat mbritën në 42 gradë Celsius. Nëse njerëzit vdesin më shumë në javët me temperatura të larta, krahasuar me të njëjtat javë të viteve të kaluara, rritja e shkallës së vdekshmërisë vlerësohet se është shkaktuar nga i nxehti. Në raport sidoqoftë është përmendur se rezultatet janë paraprake. Por ndonë se shumica e vdekjeve besohet të jenë shkaktuar për shkak të problemeve ekzistuese shëndetësore, nxehtësia mendohet se e ka përkeqësuar situatën, që prej fillimit të korrikut bota është përballur me temperatura teje të larta dhe mjaft studime tregojnë se një mot i tillë do të ishte gati i pamundur pa ndryshimet klimatike të nxitura nga njeriu.